seancën e thirrur për diskutimet sa i përket presidentit. Përveç deputetëve të mazhorancës afërdita, gjitha mediat janë larguar nga vendet e tyre pas 2 orë, afro 2 orë seancë të mbajtur nga lëvizjave të vendosje, nëse mund ta quajmë kushtimisht kështu, duke filluar fillimisht nga Albin Kurti me një kronologji rreth 40 minuta prej viteve të mëparshme se si kishin dështuar tentativat e tyre fillimisht për të konstituuar kuvendi, për të zgjedhur kryetarja e kuvendit e deri te zgjedhja e presidentit ku edhe kemi ngecur momentalisht këtu. Ajo se çka vlen të potencohet është se sipas burimeve të Kanal 10, ajo çka dihet është se rreth orës 21 dhe 22 pritet të thirret seancë e jashtëzakonshme ku pritet të jetë pashtu për zgjedhjen e presidentit, një tentativë e fundit le të themi për ditën e sotme ku pas nëse nuk zgjedhet edhe sot presidenti i Republikës së Kosovës kemi edhe një detafat deri në orën 23:59 për të zgjedhur një president i ri dhe për të evituar zgjedhjet e jashtëzakonshme të Republikës së Kosovës. Ajo se çka vlen të përmendet është se ishim vetëm deputetët e lëvizjes vetëvendosjes ku fillimisht ishte Albin Kurti që foli pra për 40 minuta e më pas edhe Glauko Njufca ku i njëjti filloi me një kronologji ku sipas tyre, pra sipas lëvizjes vetëvendosje, e hedhin fajin tek partitë opozitare pse politika e Kosovës ka ngecur në këtë pikë, pra pa një emër konkret dhe për të zgjedhur një president i ri i Republikës së Kosovës. Avërdita kaq nga këtu informacione nga salla plenare këtu në kuvendin e Kosovës, nëse ka diçka të re